shkuar, ke nis zëjen e trajnerit të basketbollit, pra jetë e grupmosha të reja. Na trego pak a shumë në cilin ekip dhe si po shkon puna aty. Ekipi quhet Basketbolli në Kvartir, që në gjuhë shqipe që do të thotë që jeni basketbolli në komunitet ose basketbolli në lagje, ku filozofia e këtij klubi është që kena shumë palestra në rrethinën e Cyriet, sidomos në qendrën e Cyriet, edhe çdo kush fëmijën e tij mund të çmeton ta bjerë ndonjë tjetë 5 mars, në palestra ndryshme, sepse ka shumë pika nëpër shkolla, nëpër palestra që kena. Këtë që kjo ka mundësu që se cili që me thonë ajë për prende më konë me relaksum, sepse i ka nashta 5 dhe 10 minuta palestra. Edhe trenerat punojnë çdo palestër nashta në njëjtën kohë. Si ka fillu, atëherë në momentin kur kom ardhur themeluesi i këtij klubit, prej propozimit të një familjare që e kam, më ka kontaktu, jena taku, edhe prej atëherit tashmë veç jena hala ma shumë të bashkëpunu, hala ma shumë të lidh, të nda informacione mes vete që me kontribu sa ma mirë në klub edhe zhvillimin në për